Receta me banane, limon dhe mjaltë që zhduk 10 vite nga fytyra, ja si ta përgatisni. Ndryshimet e motit mund të dëmtojnë shpejt lëkurën tuaj, sepse prodhimi i kolagjenit, një substancë thelbësore për të forcuar elasticitetin në lëkurë, zvogëlohet ndjeshëm. Dhe kjo maskë me banane ju ndihmon të keni një lëkurë më të bukur, më të lëmuar dhe gjithashtu më të shëndetshme. Por cilat janë përfitimet kryesore që banania do të ofrojë në mbrojtjen e lëkurës suaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përfitimet e bananes në këtë recetë janë hidratuese natyrale. A i dini se fruti bananes mund të hidratojë thellësisht lëkurën tuaj? A i përmban të paktën 44% ujë, një normë e konsiderueshme që e bën atë një ushqyes dhe hidratues të mirë. Kjo vetje bën atë të quajtur edhe si elementi kujdesi të dobishëm për të zhdukur rrullat dhe për të përmirësuar kështu edhe duken tuaj të lëkurës. Aplikimi i kësaj recete në kombinim me bananën sigurisht që do të jetë një element i çmuar në duken tuaj të përgjithshme. Sipas një studimi, hidratimi i rregullt i lëkurës ndihmon në parandalimin e shfaqjes së rrullave. Kombinimi i limonit në këtë recetë do të cilësohet si një agent natyral zbardhues. Për të gjetur një lëkurë të shëndritshme pa defekte, e keni të mundur me përdorimin e limonit. Yllja e agrumeve të detoksifikimit ton ka edhe më shumë përfitime se sa thjesht në lëkurë. Pasuria e tij acide natyrale lejon gjithashtu edhe tonifikimin më të mirë të lëkurës dhe eliminimin e sebumit të tepërt. Dhe kjo nuk është e gjitha. Vetitë zbardhuese të limonit ndihmojnë në luftën kundër njollave dhe problemeve të ndryshme. Sipas studimeve të publikuar në revistën International Journal of Molecular Science, limoni është një ushqim i rekomanduar për lëkurën me shkëlqim dhe mund të japë gjithashtu rezultate fantastike edhe në dukjen e saj në mënyrë të rregullt. Përdorime të tilla të limonit mund të jenë fantastike për të mbajtur larg edhe shenjat që lidhen me komplikacionin e akneve. Përfitimet e mjaltit në këtë recetë janë hidratuese të mira. Fal numrit të madh të lëndëve ushqyese në produktet e koshereve, mjalti është një kujdes natyral i rekomanduar edhe për të hidratuar lëkurën tuaj në thellësi. Prandaj, aplikimi i kësaj recete në kushte shtëpie, në kombinim gjithashtu me limonin dhe bananen, do të japë rezultate fantastike në duken tuaj. Por si të përgatisni këtë recetë kundër rrullave me këta përbërës në shtëpi? Për të vëzhguar rezultatet përfundimtare në lëkurën tuaj, këshillohet të blini këto përbërës bio, si një banane e pjekur, një lugë gjedhe lëng limoni, një lugë gjedhe me mjaltë. Pasi siguroni të gjithë përbërësit, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Shtypni bananen me një piru, shtoni në përgatitje mjaltin dhe lëngun e limonit. Më pas, aplikojeni me furçë në fytyrë dhe në qafë. E lini maskën të veprojë në lëkurë për 20 minuta, e shplani me ujë të vakët dhe më pas aplikoni gjithashtu një krem hidratues. Për shkak të efekteve të tij fotosensibilizues, këshillohet që kur të bëni këtë maskë me limon, duhet të shmangni ekspozimin e tepërt në diell. Më mirë është të bëhet në mbrëmje për të dhënë rezultate fantastike për ju. Maska me banane është një maskë që mund të aplikohet nga persona të cilët kanë kaluar moshën 25 vjeç. Kjo maskë përdoret për ngadalësimin e rrullave të padëshiruara dhe është e këshillueshme të përdoret të paktën një herë në javë. Banania e shoqëruar me mjalt krijon një kombinim të fuqishëm për të pasur një lëkurë rinore dhe plot me shkëlqim. Kjo maskë është mjaft e mirë edhe për porët që shfaqen në fytyrë. Për përgatitjen e kësaj maske nevojiten vetëm gjysmë banane, 2 lugë çaji mjalt. Merrni një tas të vogël dhe shtypeni bananen me një piru derisa të bëhet një masë kremoze. Bashkoheni me mjaltin dhe vazhdoni të përzieni derisa të formohet një masë kremoze pa gunga, në mënyrë që të përhapet lehtësisht në lëkurë. Aplikoni masën me anë të gishtrërinjve në mënyrë të barabartë në të gjithë lëkurën tuaj. Mbajeni maskën në lëkurë për 10 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të ngrohtë. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Bananet janë të pasura me vitamin B6 dhe vitamin B12,
si dhe shërbejnë si mbrojtës ndaj njollave, shenjave të ndryshme, qelizave të vdekura të lëkurës. Për paqartësinë që vijnë gjithashtu edhe në produkte të ndryshme, mund të ndikojnë edhe në produkte të cilat mund të realizohen në kushte shtëpie. Prandaj, bananet mund të përmirësojnë edukjen e lëkurës. Për këtë recet ju duhet një maskë për trajtimin e lëkurës së yndyrshme. Kërkon këta përbërës: një banane, një lugë mjaltë, një lugë lëng limoni, 1/4 e gotës me tërshër. Shtypeni në një në të gjithë panën dhe më pas shtoni përbërësit e tjerë. Gjithë përzierjen e aplikoni në fytyrë dhe e lini të veprojë për 15 deri në 20 minuta. Më pas e pastroni me ujë të vakët dhe vendosni pak krem hidratues. Maska për largimin e papastërtive nga fytyra. Kërkon këta përbërës: një banane, një gotë qumësht, një gotë me lëng limoni. Krijoni një pastë duke përzier bashkë të gjithë përbërësit dhe sigurohuni që tuli i bananes të shtypet mirë. Maskën gjithashtu e aplikoni edhe në zonën e qafës. Qumështi është mjaft i këshillueshëm për pastrimin e lëkurës dhe zbutjen e zonave problematike dhe të irrituara. Maska me banane dhe sheqer që shërben si skrap. Për këtë ju duhet lëkura e një banane, sheqer i kaf, por edhe sheqeri i zakonshëm mund të përdoret. Në pjesën e brendshme të lëkurës së bananes shtoni sheqerin, sa të mbulojë të gjithë sipërfaqen. Më pas e bëni me lëvizje të ngjashme sikur po bëni masazh në mënyrë që përmbajtja e lëkurës së bananes dhe sheqerit të veprojë në lëkurë. Kjo maskë këshillohet për largimin e papastërtive dhe eliminimin e pikave të zeza. Të gjitha maskat mund të lihen të veprojnë për 15 deri në 20 minuta ose edhe më shumë nëse nuk keni lëkurë delikate. Përpara aplikimit ju këshillohet të bëni një dush me ujë të ngrohtë ose të vendosni në fytyrë një peshqir të lagur me ujë të nxehtë që të hap poret. Kështu maska do të ketë më shumë efekte pozitive në dukjen e lëkurës suaj dhe do të mbajë larg komplikacionet. Ndryshimet e motit mund të dëmtojnë shpejt lëkurën tuaj, sepse prodhimi i kolagjenit, një substancë thelbësore për të forcuar elasticitetin e lëkurës, mund të zvogëlohet ndjeshëm. Dhe kjo maskë me banane, të cilën e përmendëm më herët, sigurisht që do t'jap rezultate fantastike në dukjen e lëkurës suaj. Aplikimi i këtyre maskave me banane në lëkurën tuaj do ta mbajnë atë më të shëndetshme dhe gjithashtu më të hidratuar, në varësi edhe të problemeve që mund të shfaqen në të. Për të hequr njollat dhe aknet e zeza në fytyrë, nuk keni përse të harxhoni para duke blerë produkte të shtrenjta kozmetike. Mjafton vetëm të keni këto dy përbërës, mjaltë dhe banane. Sipas Health Advice Team, shtypni mirë bananen me një pirë, ushtoni mjaltin dhe i përzieni së bashku. Masën e përgatitur e aplikoni në fytyrë e mbani për 10 minuta. Në fund e lani fytyrën me ujë të ftohtë. Në vend të bananes mund të përdorni edhe mollën. Prisni mollë në feta shumë të holla, shtoni mjaltin dhe i përzieni mirë. E aplikoni maskën në fytyrë dhe mbani për 10 minuta. Në fund e lani fytyrën gjithashtu edhe me ujë të ftohtë. Maska që jep shkëlqim lëkurës. Trajtimet e bukurisë të krijuara në shtëpi me përbërës natyral janë eliksiri vërtet për lëkurën. Duke qenë e pasur me antioksidant, kripra minerale dhe vitamina, lëkura e bananeve gjithashtu është edhe perfekte për të mbajtur lëkurën të plotë dhe me shkëlqim. Vendosni gjysmë banane së bashku me lëkurën e saj në mikser. Më pas shtoni një lugë kos dhe i përdheni derisa të krijohet një masë homogjene. E lini maskën në fytyrë për 15 minuta dhe më pas e shplani me ujë të bollshëm. Ndihmon për të luftuar aknet. Si një trajtim për aknet, fërkoni çdo mbrëmje pjesën e brendshme të lëkurës së bananes në fytyrë dhe shikoni se si do të reagojë të nesërmen. Në këtë mënyrë, në mëngjes lani fytyrën. Rezultatet do të jenë mjaft të mira kundër problemeve të akneve. Maskat me banane dhe mjaltë do të ndihmojnë gjithashtu edhe në ushqyerjen e një lëkure më të shëndetshme. Për kujdesin e lëkurës së thatë, mund të përgatisni një maskë me lëkurën e bananes të prerë në copa të vogla. Një lugë sot buke dhe pak ujë ju duhet. E aplikoni maskën në fytyrë dhe në qafë dhe e lini të veprojë jo më pak se 20 minuta. Më pas e shplani fytyrën tuaj me ujë të rrjedhshëm. Rezultatet që do të merrni në dukjen e lëkurës suaj do të jenë fantastike dhe do ta mbajnë atë gjithmonë edhe më të shëndetshme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se para se t'i aplikoni këto maska në lëkurën e fytyrës, aplikojeni ato në pjesë të ndryshme të dorës
për të parë nëse jeni alergjik ose jo. Nëse nuk jeni alergjik, mund t'i përdorni ato sipas nevojës edhe për të përmirësuar dukjen tuaj të jashtme. Ju bëj me dije se, pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, do ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.